Ja kalon dhe Ramës reagimi epik i Giorgia Melonit kur takoi presidentin e Mozambikut. Një moment i pazakon gjatë një takimi zyrtar në Rom është bërë viral në rrjetet sociale, pasi kamerat kanë kapur reagimin e kryeministres italiane Giorgia Meloni në çastin kur ajo përshëndeti presidentin e Mozambikut, Daniel Capo. Takimi u zhvillua në selinë e qeverisë italiane, ku kontrasti në gjatësinë midis dy liderëve ishte i pamundur të mos vijere. Pamje treguan momentin kur Meloni afrohet të i shtrëngoj dorën presidentit Capo, duke ngritur shikimin drejt tij dhe duke buzëqeshur, ndërsa diferenca e madhe në 7 lartësi bie me njëherë në sy. Sipas mediave ndërkombëtare, Daniel Capo, 48 vjeç, është rreth 204 cm i gjatë, ndërsa Giorgia Meloni ka një gjatësi rreth 158 cm. Diferenca e madhe në 7 lartësi ka bërë që fotografët të përballen me vështirësi për t'i futur të dy në të njëjtin kuadër, duke u detyruar në disa raste të ulen ose të shtrihen në dysheme për të realizuar fotografin. Pamje dhe reagimi i kryeministres italiane për hapën me shpejtësi në rrjetet sociale, ku përdorues të shumt komentuan momentin duke konsideruar të spontan dhe njerëzor. Pavarësisht vëmendjes që mori krye episod, takimi me dy liderëve ishte i fokusuar në çështje serioze, përfshirë bashkëpunimin ekonomik, energjinë, marrëdhëniet mes Italisë dhe vendeve afrikane në kuadër të ashtu quajturit plani Matej për Afrikën. Daniel Capo është presidenti i parë i Mozambikut i lindur pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Ai mori detyrën më herët në këtë vit, pasi fitoi zgjedhjet presidenciale me rreth 70% të votave.